Zyra e Rregullatorit për Energji dhe Autoriteti i Konkurrencës nuk kanë pranuar të marrin pjesë në takimin e thirrur nga LDK-ja për të diskutuar rreth obligimit të bizneseve për të dalë në treg të hapur të energjisë. Deputetja e kësaj partie, Hykmete Bajrami, tha se të dyja këto institucione janë shmangur takimin duke u bazuar në emër të pavarësisë së tyre. Në fakt, këta i raportojnë kuvendit, do duhej të ishin sot prezent. Unë sapo isha në telefon me kryetarin e bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë dhe ai tha se nuk ka marrë aprovim nga anëtarët e tjerë të bordit të marrë pjesë në këtë takim, sepse kinse sipas tyre çështja e çmimit të energjisë elektrike dhe deregullimit të tregut po politizohet në kuvend. Deputet të LDK-s dhe ata të PDK-s, si dhe disa të komuniteteve kundërshtuan vendimin që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë me arsyetimin se mungon konkurrenca. Fatkeqësisht sot pra ata që do duhet i kemi të përgjigjen këtë situatë që po e krijojnë Zyrën e Rregullatorit të Energjisë Elektrike, që fatkeqësisht është ndruar një lloj dege filiali i partisë në pushtet dhe ka dalë pi mandatit saj komplet, që nuk ishim dashur me pa në asnjë rrethon këtu rrethona çfarë është. Mirë po me gjasët ne do t'i ngrisim shqetësimet tona, mirë po nuk e kemi adresën pak a shumë që të marrim përgjigje. Përfaqësuesja e Keskos, Edona Zahiti, ka thënë se nuk mund të marrin barën që s'u takon, por kjo nxiti kritikat e deputetës Bajrami. Nuk kemi asnjë lloj kompetence. Ashtu siç e përmendët edhe ju, janë edhe 18 furnizues tjerë. Andaj këta 18 furnizues tjerë nuk po pyeten se çka mendojnë për këtë lloj interpretimi, mandej mendoj që është e padrejtë edhe Kesko më vunë pozicion tillë që i kërkohet një interpretim, duke qenë se janë institucione të tjera të cilat kanë kompetenca rregullative. E keni të drejtën ekskluzive të shërbimit universal për furnizim energji elektrike. Na nuk mujmë shku me pyet një kompani pse po i përjashton prodhuesit prej tregut të rregulluar kur ata në fakt nuk janë të furnizuar. E përfaqësuesit e bizneseve të pranishëm në takim kanë kundërshtuar daljen në treg të hapur të energjisë, e cila u ka rritur koston. Ata kanë përsëritur kërkesën për shtyrje të vendimit edhe për një vit. ZRE-ja ka njoftuar se nga 1 qershori, bizneset që kanë mbi 50 të punësuar ose qarkullim mbi 10 milion euro do të dalin në treg të hapur të energjisë.